na ndrysho ka kuptimsi në frikën ndaj Zotit. A është pjesë kjo frikë edhe pjesë e kësaj të rendjes drejt Zotit? Padyshim që po. Njeriu mund të ketë frikë edhe prej prindit të vet. Edhe pse të gjithë konsiderojmë se është krijesa e cila mas tepërmi ta do të mirën. Megjithatë në situatë caktuar e ke frikë. E ke frikë. Madje pse e ke frikë, frika është e arsyeshme, jo thjesht vetë se do të ndëshkoj, por ndoshta do të rraf me mlef edhe do të dëmtoj. Ndërsa frika prej krijuesit, frika prej Allahut fuqiplot nuk e përfshin frikën nga dëmtimi edhe rrezikimi. Mundet është shumë e logjikshme, edhe shumë e arsyeshme, edhe shumë fetare njëkohësisht që të friksohemi nga ndëshkimi i Allahut fuqiplot. Po, ajeti që e citova në fillim, njohtoi robërit e mi se unë jam ai që fal shumë dhe mëshiroj. Me njerë pasohet me një ajet tjetër dhe njohtoi se edhe ndëshkimi ima shumë i dhemshëm. Pra, mos e ngacmoni, mos e meritoni, nuk do t'ua mundsoj detyrimisht të përballeni me te. Mirë po ta dini se ekziston si alternativë. Por edhe kur ndëshkon Zoti i gjithësisë, nuk bën padrejtësi. Edhe nuk shpreh mlef. Kjo është e rëndësishmja. Ne nuk po bëjmë krahasime se Allahu t'i takon shembulli më i lartë gjithsesi, po përpiqemi të parafrojmë kuptimet. Ne kur fëmijët tanë bëjnë faj, nganjëherë ndoshta marrim masa ndëshkuese. Mirë po në shumicën e rasteve ato ndëshkime i bëjmë si rrjedhoje mllefit e jo si rrjedhoje pakënaqësisë son me gabimin që kanë bërë. Pra janë të shoqëruar dhe nga padrejtësia mbi gjitha. Po pra, edhe aty ndodh padrejtësia, aty ndodh dëmtimi. Te Zoti kjo nuk ndodh kurrë. Sepse ndodh në tilla raste që pendohet prindi. Me njëherë edhe ajo, me njëherë ndodh. Mbas 5 minuta pendohet pse e bëra, pse i bërtita, pse e ndëshkova. E te prova. Po pra.